Si edhe herë, ne me të gjithë kolegëve deputet dhe të Partisë Demokratike të Kosovës, kjo se që pëndohen këtë vend është absurde dhe nuk ka ndodhur asnjëherë në historitë të Kosovës. Na kem pas zgjedhje në shkurt, na kem pas zgjedhje në dhjetor, dhe na kem pas zgjedhje në qershor. Kem pas tripal zgjedhje nacionale, datat i dini. Asnjëherë nuk ka ndodhur në historitë të Kosovës që dikush 18 muaj e 4 ditë, 18 muaj e 5 ditë, të qëndron në zyret e kryeministrit dhe ministrat të qëndrojnë në zyret e tyre duke shkel kushtetutën e Kosovës në 72. Unë kam qenë 4 herë anëtar i qeverisë, sa herë jam betuar për deputet, sa jam certifikuar për deputet, e kam shu zyren si ministër i jashtëm dhe kam bërë vetëm deputet i kuvendit të Kosovës. Kjo është çfarë ndodh në këtë vend, në këta 18 muajt e fundit dhe në javën e fundit është që ne nuk e kemi një qeveri legjitime më. Me çfarë po thotë që opozita nuk është legjitime, e ka shpërbë kuvendin, e ka shu çdo institucion demokratik, qeveria nuk është legjitime, ky njeri nuk është kryeministër, është një deputet zaftues, është një deputet uzurpator, i cili e ka uzurpuar zyrën e kryeministrit, i cili merr vendime në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, në kundërshtim me ligjin për qeveri. Prandaj do të bëjmë çdo gjë të mundur që ta rikthejmë rendin kushtetues. Rendi kushtetues rikthehet kur seancat e kuvendit mbahen sipas ciklit të cilët do duhet të mbashin. Nesër do të fillon seanca e re dhe ftojmë kryesuesin që ta fton, kryesuesin sipas moshës, që ta fton seancën e re. Vetëm ju kujtoj se si Adem Mikullovsi 2017 i ftoi çdo 48 orë. Njëtën që do të bën Astrid Dahari dhe e ftojmë zotin Kurt, Adem Mikullovsi, dhe e ftojmë zotin Kurti që ta formon qeverin, që të formon institucionet nëse ka vot për të formuar institucionet, por ta lësho zyren e kryeministit, se ka zartu zyren e kryeministit, se është një deputet uzurpator dhe ne do të bëjmë çdo gjë që këtij uzurpimi t'i japim fund. Sot jeni para qeverisë, është në synimi që ta pengoni edhe Kurtin nëse vjen të hyjë në Jo, na nuk kemi me pengu. Domethënë, ai është bo pengesë. Ne këtu jemi mja kujtu detyrën. Kjo është qeveria e Republikës së Kosovës, e cila jashtëligjshëm është duke u qeverisur në thojza nga një deputet siç jam unë dhe siç janë gjithë kolegët e mi këtu. Jemi këtu me këty, por me u mundu, me bu përpjekje dhe s'kemi me undal. Nuk kemi me undal. Do të rrim këtu të presim sa vjen ai që i thot vetit kryeministër. E më pas, sot po ashtu ju njoftoj që do të jemi sërish në kuvendin e Kosovës, do të përsërisim kërkesën formale zyrtare për thirrjen e seancës nesër, sikurse që do të kemi edhe aktivitete tjera për cilat do t'ju mbajmë të informuar. Nuk është këtu qëllimi konferencë për shtyp se mundemi me mbajt kudo. Këtu jemi me prit një njeri që jashtëligjshëm e ka uzurpu këtë zyre e deputetëve të tjerë, po ua pamundson themelimin e institucioneve. Do të qëndroni këtu deri në ardhmën e Kurtit? Po e presim, ndoshta nuk frikohet më ardhmë. Për çështjen e mbajtjes së Do të sharojmë prej 7 korrikut, kur ka ndodhur certifikimi i rezultateve çdodore. Deri me tash, kur na po qëndrojmë para kësaj zyre, zoti Kurti nuk është kryeminist, është deputet i certifikuar. Për shkak të zgjedhjeve të 9 shkurtit, për shkak të zgjedhjeve të dhjetorit dhe të qershorit, 18 muaj e 4 ditë ka qëndruar në këtë zyre e jashtëligjshëm, duke shkel kushtetutën, duke shkel ligjin e fuqisë të qeverisë. Ai dhe ministrat e tij nuk guxojnë të marrin vendime si kanë marrë vendime mbrapa. Prandaj këto vendime jo që do të shfuqizojnë çdo qeveri që do të udhëheqet prej Partisë Demokratike të Kosovës, por do të ndjekni çdo rrugë ligjore që ta përballë me zotin Kurti dhe qeverinë e tij për shkeljet e kushtetutës dhe për shkeljet e ligjit në fuqi. Nuk mundet të hynë në qeveri se është vetëm një zaftues i një zyres, kur gjë më shumë. Na këtu jemi, po besojeni edhe ju.